Ç'mendoni për seancën që pam sot? Ju, zoti Bushati, e keni quajtur të paracaktuar zgjedhjen e Braos, ndërkohë që ishit kritik në shkrimin tuaj, sidomos për performancën e antarëve të KLP-s. Pse? Vetë kandidatëve. Pyetje kryesore aty ishte në shpesh, domethënë, po erdha unë dhe zoti prokurora do të favorizoshe kështu. Pyetjet e cilat marrin përgjigjen jo, në çdo rast. Po? Për të paracaktuar ju e thatë pak përpara, për shembull, ju e pas keni ditur shumë përpara, unë s'kam fol as me ju, as me Klodi. Klodi ma ka shkruar. Jo, bëm një analizë ne, dhe dolëm në një përfundim, po kjo nuk do thotë që mund të mos dilte e parashikimi. Gazetarët bashkëpunëtorët e Mikel Lapse i kanë shkruar djetë që është Klodian Brau që u mor vesh pasi... Nuk e thënë vetëm ti më, Klodi. Jo, e kam po flasë për... Invaduan diplomatët amerikanë s'paku, publikoj ambasada foto me Braun, pa u kuptoj. Pyetje që shtrohet pas kësaj është, ç'bëjnë 11 hujt e KLP-s atje kur e vendos ambasadat? Ç'na duhej kjo butafori, ky teatr, kur të gjithë e dinin se kush ishte, edhe mediat e kishin shkruar, dhe ata bënin sikur testonin kandidatët. Pra, boll që të shohësh një kandidat paracaktuar, kuptohet se ç'bufonad ishte kjo që ndodhi sot përballë kamera. Kjo është e para. Nuk ka nevojë të themi ato, gjithë ato, mbështetjen amerikane, suportin e tjerë, që si duket ka rënë dakord edhe me europianët se gjithë ambasadorët, Gjermani, Gonzato, me njëre e përshëndetën. Pra, unë e kam quajtur krye prokuror i ambasadorëve. Jo krye prokuror i dal nga sistemi dhe nga KLP-ja. Fakti që rezultati është i paracaktuar, pra, a ke parë në njerë në i loj që ja kanë caktuar rezultatin sa Karagjoz duken futbollistët që bëjnë si kur vrapojnë në fushë? Do të thënë përpjekje madhe për të manipuluar. E gjithë kjo estrada këtu nuk ka kuptim kur të gjithë e dinin se kush do ishte. Dhe prandaj edhe në këtë kuptim, sot mori gjithë mbledhja, pavarësisht pompozitetit, ambasadorëve, transmetimit live, unë bëra ca foto, ishin mbi 15 televizion që e jepnin live njëkohësisht. Dhe më kujtuan ato pyetjet, aq e stradu bë situata, që i bëjnë Miss Albaniave, se edhe ju, zotë Ylli, keni qenë njerë me Nikol Lesin, e mban mend? Në juri, kur i bëjnë këtyre bukurosheve të Miss Albaniave, kush është pika juaj me fort dhe pika juaj me dobët? Po, të e para. Te Vera Grabocka. Pra, Grabocka. Po, tërë ishim... Ska qenë estet të se pasën e tjetër. E kupton? Do me thënë, ishte konkurs për Miss Albanian, apo ishte... Ne mund të shikojmë në një kurar, që pashme asosje, pasme... Së të gjithë mund të thonë me, edhe ti mund t'jesh. Jo, do profesionalizëm ajo. Edhe ti mund t'jesh, të tharet sot ajo, dhe... Absolutisht, por nuk e dija këta anë tënde. Po sot i ketë gjithë pashëm, me kupton dhe nuk ka... Edhe kur si janë bëhen. Po, bëhen këngëtarë vetëm po t'jen pak të pashëm, e gjithë. Politikanë bëhen. Politikanë bëhen gjithë. Ose kjo që thoni ju, nuk më duket shumë qesharake të pyetet një njeri që ka marrë përsipër të luftoj me politikantë lartë, me krimin e organizuar, ti thuash, ka pasur shqetësime dhe tronditje jete a juaj familjare? është si unë ta pyes Klodi, nuk është aq e rrezikuar sa ta, megjithatë ka denoncuar sa e sa krime. Po ne nuk edhe plumat e derave. Ta pyesim, Klodi, pse ke zgjedhur ti këtë profesion? Ta ka prekur kjo të jetën, do me thënë, një lloj teatraliteti gati në bufonad. E treta që mua më ka bërë përshtypje... Falë, Bushat, një këshu. Këto janë prisisht pyetje që bënë për intervista... Jo, pastaj ndryni, po të... Flasë Bushati Preçi dhe pastaj... Janë të kota... Janë totalisht kota... Bënë në çdo intervistë... Bushat, pastaj të futen me radhë. Dhe pastaj vazhdoni kështu. Ajo pastaj që mua më bëri më shumë përshtypje, thash, mirë këta njerëz e din që s'kan asgjë në dorë, lexojnë fjalime kot aty se prokurorin e kanë zgjedh amerikan. Por të paktën shkova me syrin që kjo seancë gjashtorë, ndetëm
gjithë 6 orë para televizorit sot, kjo seancë të fitonte një lloj serioziteti, duke parë njerëz që realisht të shprenin shqetësime. Kemi 6 vjetë s'pak sot, nja 3 vjetë që ka filluar aktivitet real me goditje politikanësh lartë apo e tjerë. Dhe në shoqëri, si çdo lëvizje fort, ka krijuar një debat. Që nga debati për ekuilibret e prishura ose jo politike në vend, që nga debati për një lloj ashpërsie shkeljeve drejtave të individit me arrestime pa vendime të formës prerë, me disa aktet SPAK-ut që janë refuzuar ose nga Strasburgu ose nga gjykata kushtetuese. Një njeri që do të drejtoj këtë institucion, nuk është prokurori që thot në 94-ën kapa 2 ajdut që i dolën ke rruga i biznesmeni, pastaj 96-ën luftova me filan ba. Flet për vizione, flet i përgjigjet, refleksit dhe polemikave që ky institucion ka ngjallur në shoqëri. Në vend të kësaj, unë pash disa njerëz me 200 fjalë fjalor, që nuk dilnin dot për te i guackës së ngurt të një teknicieni që ditë lexoj nenin e ligjeve, por nuk di ta trajtoj impaktin e tij në shoqëri. Dhe në këtë kuptim ngela realisht i zhgënjyer, i diziluzionuar. Dhe e bashkuar kjo bashkë me atë që është më madhja, gara falso, dhe ka një arsye pse është gara falso. Se kemi 10 vjetë reformë drejtësi, po me sa duket, po nuk i morën për brekësh ambasadorët, ne akoma nuk kemi prodhuar asnjë institucion serioz. Dhe prandaj japim shfaqje të tilla që caktohet në ambasadë. Politika, Bushat. E para, e dyta, po ti shikoj... Politika, media, kriminele, të gjitha. Interesante, do më thëmë, po ta dëgjoj me shumë vëmendje, të 3 prokurorët që folën më gjatë. Ka punë, se me vëmendje, me timet me vëmendje, po mund të qenë vëmendje të sunguar. Nga afër dhe i parë gjitha lëvizjet brenda platformave të 3 prokurorëve, sepse zoti Goka i foli shumë më pak në raport. Të futim presin dhe... Klodo, po kishte se duhet thënë kjo gjë. Po thuaj pra dhe... Tani, edhe mua më shqetësoi njësoj si Bushati, sjellja e antarëve të Këshillit Lart të Prokurorisë, të cilët realisht do duhet të pyesin për çfarë nuk shkon në SPAK dhe si mund përmirësohet, si mund të jetë kjo strukturë e pavarur, si mund bëhet kjo strukturë realisht do të thonë se... pyetje, po të viun zyrën tënde do në qerasesh me kafe apo me kakao? Deri këtu arriti Karagjozov. Me kafe apo me kakao do në qerasesh po erdha unë. Brenda atyre, për shembull zoti Braho foli për herë të parë për një detaj shumë interesant. 2 fjali dhe e lash. I lama të 2 në hije këta. Të lutem, vetëm 2 fjali, se ndoshta i shërben. Për herë të parë, tha, unë do të bëj një analizë të detajuar të situatës kriminalitetit në vend, dhe këtë duhet bërë në bashkëpunim me institucionet e tjera, gjë që nuk është bërë asnjëherë. Dhe së dyti, foli për mënyrën se si koncepton bashkëpunimin me Byron Kombëtare të Hetimit. Dhe tha që ne do të kërkojmë, do të synojmë që përgjimet, vëzhgimet, por edhe arrestimet të kalojnë në dorën e BK-s, gjë që është shumë pozitive. Parë në syrin e një njeriu që e njeh nga afër sistemin se si funksionon.